Pse është e vështirë për njëri që është përdorues dhe ka shumë vite që përdor? Pse është e vështirë për të ndaluar? Sepse janë dy rrugë. Njëra rrugë është ajo të rish i pastër, por me mendimet gjithmonë për dëmet që ke bërë në të kaluarën, për gjërat që ke humbur gjatë kohës që përdorje dhe për gjitha gabimet që ke bërë. Kjo gjë të krijon një ndjesi aq shumë të keqe sa është e papërballueshme. Dhe vetmja mënyrë për gjetur qetësi është të përdorësh. Sa më shumë përdorësh, aq më shumë dëme do bësh. Dhe kur janë vetëm këto dy rrugë, bëhet shumë e vështirë për të dalë dhe një njeri që nuk ka përdorur asnjëherë nuk mund ta kuptojë. Me trajnimet e mia ndalojmë edhe fillojmë krijojmë një rrugë të re. Krijojmë një rrugë të re duke u përqendruar te gjërat e mira që kemi, jo te ato që kemi humbur. Duke u përqendruar te shëndeti, duke mbajtur pastër trupin, mendjen, shpirtin, jo vetëm të largosh nga substanca, por të fillosh të kujdesesh për veten, të largosh edhe njerëz që të dëmtojnë, njerëz që të janë hajdut të energjisë, njerëz që të marrin më të mirat, që ke dhe të shfrytëzojnë. Pra, gradualisht do fillosh pastrosh trupin, mendjen, shpirtin, ambientin. Kjo është rruga e re që mundet të nisësh. Kjo është rruga që të ndihmon të përmirësosh jetën tënde dhe të arrish të realizosh gjëra të mira në jetë. Mos u elmon më. Kujdesu për veten.